Ditë more vëlla e gjatë 1000 vjet, jo nuk pe njeh nana të birin e vet, të ka plon trishtimi, të ka plon huti, kur delsh para Zotit me dhallogani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa man istanna bi sunnatihim ila yawmiddin wa ba'd. Allahun e falenderojmë për ti falet dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa ta'ala. E udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb, ndërsa të cilën e lën të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Milionë radhëpar që përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutë Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që në këto minuta të cilat do t'i kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begashme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Tema e radhës që autori i librit e ka rendit në librin Kiameti i Madh është gjendja e besimtarëve mëkatar në botën tjetër, në ahiret. Do të thotë tema e radhës na tregon se edhe besimtarët do të dënohen në ahiret për shkak gjunaheve të tyre. Edhe tash autori i librit ka përmend disa gjunahe që janë shkak dhe që ka ardhur kërcënim në Kur'an dhe në Sunnet për ato gjunahe, edhe pse njeriu është besimtar, mundet mu dënu. Ama para se me i përmend këto gjunahe, këto pa dyshim janë mëkate të mëdha, min kaba'iri dhunub, për gjunaheve të mëdha janë. E ju e dini, besimi e ehli sunnetit te gjunahet e mëdha është se ai që bën gjunahe të mëdha, ai mbet ndër dëshirën e Allahut, është tahte meshiyetillah, ndër dëshirën e Allahut. Nëse don Allahu e dënon, nëse don e fal, na nuk dim, ama dijeni se çdo njeri që bën gjunahe të mëdha, ajo pretendon me hyjë në xhenem. A hin as hin ajo të tërmesela. Varet pe gjendjes ti përballë Allahut, arsyetimin që mundet me pas përballë Allahut, që Allahu mundet me arsyetu, me fal. Se njerëz ditën e gjykimit, dashurët e mi, do të falen edhe si rezultati i besimit, bindjes tyre që kanë pasur në Allah subhanahu wa taala. Allahu e fal dikon pse ka bënë gjuna, edhe e dini hadithet që kanë ardhur të shumta, një prej haditheve të këndshme që është Allahu te bareke wa taala e merr një rob ti pe robëve të tij, thotë e fut Allahu ndër krahun e tij. Edhe janë nisë janë gjëgjunat, o robjem, e të dhkur jo me më falë të këdha, wa këdha, wa këdha, wa këdha, o robjem, të atë kujtohet, atë ditë, kur ke bo kështu janë gjëgjunat. Në fundi hadithi, qka është thot, unë në dynja, thot, ti kom blu, s'ti ka po kërkosh ato gjunat. Sot thot po ti fali. Edhe tu delën pa, mshira Allahut e madhe. Do thot, me katët e mdoja që shtash, janë ndër dëshirën Allah subhanahu wa taala, nëse dënë Allah i fal, nëse dënë i dënon. Tash autori i librit na përmend gjendjen e besimtarëve mëkatar në botën tjetër, në ahiret. Edhe ka përmend disa gjunahe. Gjunahin e parë që ka përmend thotë alladhina la yu'adduna az-zakat. Ata që zakatin nuk e japin. Çka është zakati? Çka do të kupton fjala zeqat? Zeqati, dashurit e mi, është një shtyllë prej shtyllave të Islamit që Allah subhanahu wa taala e ka bërë detyrim fetar, është detyrim fetar, o pi obligimeve, pi farzeve të fesë, sikurse namazi që o farz, edhe zeqati o farz. Është farz për çdo musliman që e ka arrit pasurinë e caktuar, e ka arrit nisabin, i thojnë në terminologjinë fetare apo në jurisprudencën islame në fiqh, fukahat, kur e përmend thot nisabi i zakatit, shumë e caktuar, 85 gram ari ku shiko, dhe ato 85 gram ari që i rin një vit. Kjo nisabi, tani është hauli.
Pi kushteve të zeqatit, o hauli. Çka është hauli? Hauli është që qatë pasuri me nëzon viti. Që e pasuri e ka nëzon viti. Ka ndajt një vit. Ama shtu të me pas shumë kujdes. Të tregtarët, këta që ka pare shumë, e që bojnë biznis shumë, si uri parët një vjetë. Ja, hoxhune, që tash me vetë pare s'ka pare. A i milioner është, apëton. So i ka në për kine, në për tanguzinë, në për atjetë, që përdojnë. Ja, në dhe këtale haqi baba. Nuk ka hauli o për qëllim e ndajt, po ti pasurin e ki. E ka rrit, që ata ulemat kanë thonë, një njeri që o tregtar që i qarkullon parët në stop, si rim parët një vend, nuk në kupton parët një vend me e marë ti mishtin në atje në regalë, në një liber, me marë milion liber, jo. Parë për qëllim e kosh, do më thonë, hauli e kanë zonë viti, i kanë zonë, edhe e ka rrit shumën, ajo qarkullohet. A vëtan, po, ulemat kanë thonë, aj që ka pasuri, për shambull, që i qarkullon, e ka datën e nxirrjes së zeqatit. Çat datë, për shambull, pezojmë 20 Ramazan. Kur vjen 20 Ramazan, ai ulet edhe këshyr, sa ka pasuri? Wallahi ka 200.000 euro. Mall e krejt, pishatën e 200.000 duhet më jep 2.5. Me po mos më jep tash, e kuptojmë çka po të sjap, se ka dallë e tash ma shumë me rëndësi që tash fjallën që du me thonë në bas. Tha, që tham, zeqati është një shtyllë për shtyllave të islamit, një detyrim prej detyrimeve fetare që Allah e ka bu obligim për çdo musliman, që ka arritur një pasuri të caktuar. Ajo nuk është thjesht bamirësi, se do që jepi zeqat, kujtoj që po ti zotni nuk jetë jep sadaka, si tu bo mirë. Zeqatin kur të jep, jetë e kry farzin e Zotit. E ka kryen një farz për i farzave të Allah, nuk ka zeqati bamirësi. Unë e kom përmend disa herë, ju që i përndesni të ligjerat e mija, kom thonë nërra, të në mpejt, që është atë të në disa për unë? Kërën ka dhe, Allah motrës, mi janë dru ka u qatë motrës. Ti, Haji Baba Kung Fu, ka u qatë motrës, mundës mi janë dru që dhe e vlaut. Zeqati o hak i fukaras. Zeqati o hak i fukaras, që ka hak të pasuria e të pasurit, pik. Edhe nuk është bamirësi, kuptoja këtë punë. Nuk është punë bamirë se që tjetë u bo. Po, bamirësi është me ep sadaka, bamirësi është me ndihmu tjertë. Ama kjo një farz për i farzëve të Zotit, që është shumë i madhë, është një shtyllë për i shtyllave të Islamit. Edhe është hak, që e kanë qytë ulemat, ka thonë, min hukukillahi l-kubra e zeka. Për detyrimeve ma të mëdha tek Allah subhanahu wa ta'ala është edhe zeqati. Detyrimi madh, punë e madhe, nuk ka punë e vogël zeqati. Që është hak i pasuris, e ata thot, e walladhina la yu'adduna zakata amwalihim yu'adhibuna bi hadhihi al-amwal fi mawqifil 'azim. Thot, e ata që se japin zeqatin pasuris, kanë mu denu në qëndrimin e madh. Që do qëndrimi i madh, ndalja e madhe dita kiametit për botën tjetër. Thot, qad akhbarat an-nusus an 'adhabahum biha ala wujuh. Argumentet shariatike na kanë kallëzu forma të lloj-llojshme të dënimit që kanë me pas këta që kanë pas me nxirr zeqat ose kanë nxirr zeqatin. Al-awwalu thot an yumathila li sahibi al-mal malahu shaja'an aqra'. Ka në hadith Allahu subhanahu wa ta'ala e shëndron pasurin e ti që ka pas me jep zeqat, ja shëndron në përk. Në përk a e dini çka është? Është lloj i gjarë prit. Shkrujen në Google, shej Google, në përka, kush e di çka është, del një gjerpër i cili posedon maje mbi sytë e tij ka 2 brina. Edhe është pi gjerpnave ma helmus. Allahu në ditën e kiametit, ai që ka pas me nxirr zeqatin, ja shëndron pasurinë e tij në një gjerp. Qysh ka thot, ndëgjoje hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ebu Hurajra radiallahu anhu, hadithi gjendet në sahihun e Bukhariut, an Ebi Hurajra radiallahu anhu, se salihi bo një shërë, mikrofoni dhe ndali, po e preket, baba em se ka prek, pi vorit baba em se qohët me prek, ti e kështu ato dhe e ki ndali. Allah në gjennet qoftet martoft. Ka ardhë hadithin e në koleksionin më në Bukhariut. Hadithi e Ebu Hurajra radiallahu anhu, ndëgje për Allah, ndëgje. Ty që Allah të ka bo nasib me jep zeqatin edhe jep zeqatin, kjo të aflatit zemrën. Apo thëmë eventualisht me bo me konë, zëtin arrujt dikush,
që ka pasuri, se kanë nxirr zakatin, që kjo aty zot me lënë me flajt. Vallai zot me flajt. Pa shabadile zot me flajt. Se deka është për çdo moment. Çdo moment mundesh me dek. Na nuk dim kur kena me vdek. Ndoshta në çet moment që tash vjen melekul mauti ta merr shpirtin. Edhe u bo kiameti për ty. Nis kiameti për ty. S'ka mu bani me kojte, me kukote, me ulluru pa ati hava, kad kamet il qiyama. U bo kiameti për ty. Thot Ebu Hurajra radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kuj Allahu i ka jep pasuri, edhe ai nuk ja jep zakatin e pasurisë. Nuk e jep zakatin. Mathala maluhu yawm al-qiyamati shaja'an aqra' lahu zabibatan yatuquhu yawm al-qiyama. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ai që se ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zakatin, nesër thot në ditën e kiametit Allahu te bareke ve taala ja bën një gjerë për një përk që e merr edhe e ngulfat, i lidhet në fyt, e kap në fyt, e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ai i posedon thot dy brina mbi sy. E kap thot, e shtrangon, edhe e qas shumë e shtrangon, edhe i thot unë jam aty, do thot unë jam pasuria jote, unë jam mbreti jot, unë jam pasuria jote, edhe unë jam thesari jot. Unë jam mbreti jot dhe jam thesari jot. Do thot sikur se gjarpi, po do të thotë çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thot unë jam që pasuria jote që ti se ke jap, që i duhet me jap. Edhe thot atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar ajetin, wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadli huwa khayrun lahum bal huwa sharrun lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah. Thot Allahu te baraka wa taala, ati që Allahu i ka dhënë pasuri, mos mendoni ju, thot, mos mendoni ju të cilët po bëheni koprac në pasurinë e juaj, që Allah ju ka dhuru, edhe mirësia Allahut, edhe ajo është hajër për ju. Demek s'pe jep zakatin o hajër, po mbet pasuria te ty. Ja. Bel huwa sharrun lahum. Ajo është sharr për ta. Pse sharr? Sayutawquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah. Ajo që kanë grumbullu, do thot ndërkohë atyre në ditën e kiametit, në qaftet e tyre, Allahu ka me bo, thot, që më ju kap në ditën e kiametit pasuria e tyre, me ju pështil në qafat e tyre, me ju pështil në trupin e tyre. La ilaha illallah, sa e rond është kjo. Allahu na rujt për kësaj gjendje. E dyta thot Allahu thot ati që i ka jep yutal bil mal nafsuhu alladhi man'a zakatu fa in kana min al-dhahab wal fidda. Tash përmend pasurin tjetër. Ai që ka pas ori edhe argjend, kanë pas ori argjend, ato Allahu ju ka jep ori argjend, ata se kanë jep zakatin e saj. Çka thot Allahu subhanahu wa ta'ala, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ata thot që kanë grumbullun deja orë dhe argjend dhe nuk e shpenzojnë ato për hir të Allahut, para la emërojnë me dënim të dhemshëm. A veç kash jo, do të vi dita, ndëgjën dënimi, tash po përmende dënimi. Thot do të vi dita kur thesarët e mbledhur që ata i kanë mbledhur, pasurinë e mbledhur që e kanë bo, do të digjet në zjarr të xhehenemit. Dhe do të lyhen, do të bonat, pasuria e tij do të bëhet ka ardhur në hadith në ajet, sa do të thotë Allah ka mi bo, çka? Ka mi bo pllaka të cilat kanë mundzen zjarr të xhehenemit. Në zjarrin e xhehenemit dhe
do të lyhen, thot, ballët e tyre dhe shpindat e tyre, do t'i thuhet kjo është ajo që depozuat për veten tuaj, pra shihoni ato çka e keni depozu. Ç'kjo përmend ajet, për ndëgjën hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E kallzon edhe më detaj forma e dënimit që shumë. Thot, ma min sahibi dhahab wala fidda wala yuaddi fihi haqqaha. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pronarit arit e të argjendit që nuk ja jep hakun e tyre, zakatin në fjala për zekat, kur të bëhet dita e kiametit, ato do të thotë dekati edhe ari i tij do të shndrohet në pllaka prej zjarri, të cilat skuqen në zjarmin e xhehenemit dhe do t'i hekuroset trupi tyre. La ilaha illallah. Edhe sot sahera të ftohen, Allah subhanahu wa taala i kthen ato pllaka në zjarr xhehenemit, skuqen mirë, ashtu shkon hekuroset. La ilaha illallah. Deri kur? Derisa të vjen momenti, kjo ka me ndodh, kjo ju ndodh dënimi. Tani mundet mi vazhdu sot i në rrujt kur të përsaktot edhe në xhehenem. Hala me vazhdu. Bilem, ka thonë ulema, kanë përmen, kjo ju ndodh edhe në barzakh. Është shumë e rrezikshme. Unë e di se sa shpyshë shumicën e juaj kanë hapë syt. E vërtetë është duhet mi hapë syt. Vëllai shumë duhet mi hapë syt. Ama, vëllai dashur, s'ki nevojë as mutut. Të hap Zoti pasuri, Allahun hamdush me botut. Me qitë këtë sejtë, o Zot faleminderit që ma mundëso me kuptu, me plëcu pështyllën e 5 të islamit. Edhe kur vjen vëllai ka burra të mirë, elhamdulillah, Zoti kur mos i lash ummeti, po ata në qytetin tonë këtu. Vallahi unë i kam plot që më vinë këtu, që më vesin për zekat asene, edhe kur vjen thot, valla hoxhi i kam pezojmë, valla i kam 2000 euro zekat, veç ja, po do më jap 2500. Ai se ka oblikim 2500. Ama dën me ik pi frikës. Edhe pse, o Allah i dashum, pasha Allahun, kisha me folë edhe shumë, po duhet mu kon i kujdesshëm, se nuk kom qef me lëndu askënd. Qëto në qytetin tanë ka ndodhë. Se zekati dashurit e mi të arun pasurin. A i ki pa këto, mos t'i bëjmë reklama këtën e sigurimeve. Sikuriti, kër e qëtë derë, filon firmat, sikuriti, ata është a i djetë shlirë, sin hajnat, se e kon filon firmen. O vallahi, qaj që i ka pasuri, e ka jep zekatin, pasha Allahun, ja ka jep sigurim, se Allahu ka garantu që i ka me të arrujt. Allahu ka garantu që e run pasurin. Qëtë në pej, kanë bastardu disa, kërë në shku hoxhallartë mi u lyp zekata ka që i kanë me nëzirë me shumë zero, e ka e hoxhës 50 euro. Në bas 2 jave, top inspektora, 200.000 euro. 200.000, po, që e Davudi vëllë, Polsha, 200.000 buta. 200.000 buta, s'dën mi jep 20.000, jep 200.000. Sa o hak i Allahot, pasuria nuk është e jotja, ti që ki pare, po s'kujta që t'juja, të janë t'ujat ato. Ato i ke fitu me mirësin e Allahot subhanahu wa ta'ala që ka dosh me t'jep. Edhe tashti e don ato dhe ja jep fukaras me to e gëzën zemrën e fukaras. A di sa zemra e a di sa gëzot fukaraja kur shkon ti edhe ja qën zekatin. Ja ndihmon ati. A e din që me bu me jep zekatin pasanikat krejt me jep, që të mpej fukaras kësh pos. Që i gjone dohone që i dija u ton, do që i kanë shumë pare ka da u ton. Që ta me bu me jep zekatin, që të mpej së bet fukaromu. A i fa jep, për amasa, fa jep, qka jep, mëra, a i du të mi jep 1 milion euro, du të mi jep zekat, a i shka një shpërdon një 2-3.000 euro, i bën një 50 paketa me ushqim, që qasi ushqimi si që është pizet, tek po tonë, i kom jep një vrejt e këtë në që po bojnë paketa. Shkon ma të lirën, o vëllai dashur, a e qënë shpit tonë dhe që ato e vladit të ndjohë, pëse pja qënë fukaros? Shkon e blenë atë piren që i thojmë na, ma të lirën, ja që vapa, a e halë pja ju t'jo, tom lind jolit alpsko, mashallah, fukaros, solle, loj, pëse e se solle 70 cent, ja, alpsko, se i bojmë reklam alpskos. Gjinoj dytë që do të denohen
a dhe këta ndëgjeni, vallaj, se i kom zgjedh, se ka përmend shumë, i kom përzgjedh, dësha ma ka marrë mendja, që vetën du të me kujtu edhe juve. Ndëgjeni këta, që kjo është, që dojnë muhabete serioze. Kjo është, e ki pa, kur po thot, atension, apo thot mirë, atension, paralajmërim, alarm! Po që dojnë alarmet dhoja, se kjo alarm mundet me të dhezë ndakik. Kur, veç kër është e me lekë lë motin, thot, jella, tla, hajde, shkum, papa, tani o me kojt, ja, s'ka me kojt, s'ka. Gjinohi që e bën robin, besimtarin, e bën mu denun ahiret, është aroganca, mende madhësia. Mende madhësia, aroganca. Çka thot? El kibru gjerimetun kubra, gjerimetul kubra, gjerimetu kubra, fi hukmillahi wa shar'ihi. Thot, kibri, mende madhësia, është pej krimeve të mëdha në shariatin e Allahut subhanahu wa taala. Wallahu yubghidu ashabaha, Allah ju urren mende mdhajt. Edhe ashaddul bughd, urrejtjet madhe ka Allah subhanahu wa taala. Për atë, Allahu thot, kur do t'i ringjall nesër robët e tij ditën e kiametit, mutakabbirin, mende mdhajt, arogantet, Allahu ka me i bo ata si me lingonat ka me ringjall. Gjë, shumë është interesant. Ringjallja e mende mdhajve, si kurse madhësia e milingonit. E ki pa milingoni bibreci, që i thëjmë na. E ki pa do e kanë loje, kanë tu i mbyt bibrecat knashit, ton dite, po me aqit një tu bibreca lunë me ta knashit, rrët me ta. Po malla, po. Allahu më të kebirin, mende mdhajt, ka me i ringjall, o përmen hadith, qash këna me ledzu hadithin e pejgamberi s.a.s. Ka me i ringjall në madhësin e milingonave, ama në formën e njerëzve. Njeri, tash ma mund është me paramendu, tash në zemonin tanë, që keq e ka thonë pejgamberi s.a.s. këtu del në pa dhe qka? Qka del pa? Pejgamberësia e ti e madhe, se për para në kodë pejgamberi s.a.s. nuk ka pas, që shi thojnë e kundërta e zoomit, anglisht? Ha, Rinor? Ha? Po zoom është me zmadhu, me zvoglu? Unë zoom, ha? Zoom out. Ha, zoom out, Allah në gjenet qërë. Zoom out. Zoom out këtë pejgamberi s.a.s. s'ka pas. A zoom out. Ta shë e kinë kompjuter, ti mund është me marë njerin, me bërë që qikash. Apo? Që në hadith që shtu përmen. Në që e hadithin tash, kur s'ka pas zoom out, që është përshku sa në detaj e ka përshku pejgamberi s.a.s. Thot pejgamberi a.s. në hadithin që e nëziri ma mu të Tirmidhi, عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون أمثال ذر يوم القيامة في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. من ديم ضايت بيغامبر صلى الله عليه وسلم داتر ringjallën në ditën e kiametit në formën e milingonave të vogla, në formën e milingonave të vogla në pamjen e njerëzve. Unë njerin me minimizu sa një milingona, mund është me paravetu njerit qas për gulli vogël. Thot qka? Ata do t'i mbuloj pushtrimi, ata do t'i mbuloj pushtrimi nga gjdo anë. Ulemat kër e kanë komentu që të hadith, kanë thonë nesën ditën e kiametit, mu të kebirint, kanë me i shkel që ta me ndëndajt, njerës kanë me i shkel, edhe pa e vrej që i kanë shkel. Që t'ja ki pa, ka njerë mund është me heqë një rrugë, del për shambull, tu heq aty kënd, do shë bibresa sa dush, ti si edhe i shkel, që si vrejnë, apo? Që kështu s'kanë më vrejt me ndëmdhajt, apo që sa e shëmtu me, se me ndëmdhajt, qka e vetë në dynje? Je madhë. E këpa do që si, kur pishot do për dhe po zot, o zot drejtë të këtare, heq, pa, fushti, kusho këtë farë kapetani, me bo pëjmë basit, me shkubja bo, këcela për të të droha dhe i zhyt brejt. Pasha zote po avdën, vallaj veç s'ban, pasha Allah se ka njerë po t'je bare me kapuq, a njerë biciklet që e kom redal me bicikl, kur pishë të mi shku mbas, mi bërtit njerë. Mare, Tarzani, hoqës. Vallaj bilaj po. Se ajnë dynje që shto, te se dëm pasha Allahun, ora bilkabe, pasha zotin e qabes me ndëma dhe kur kështë se dëm.
Krejt e urejna, optan. Pse se aj, na shpjegoj, ke kom pas një profesor, Shek Hedlulin, hafidhahullah, nuk dhja o deksës, s'm ka ra mu taku me to, ka qenë bajegi në mosh, kur na mëseshim në institucionin e gjuhës në Universitetin e Medines, na ep ke fik, jurisprudencë islame, edhe tu mësu me to, njëherë ra muhabeti që këj hadith, edhe e pa shpjegu, aq bukur na e pa shpjegu, tha, a din që është me ndemadhi, tha, pa i shkriti, tha se din. Tha, si me hyp një majet kodrës në elt, a i pineltit ta i shekrit njerëz. Poshtë jonë. A më haron, tha i shkriti, sa ta që jo poshtë se shojnë ato lelt. Se shohin. E qëto me ndemadhi, apëton. E pa i këshur njerëz me ndemadhësi, po njerëz se bojnë madhë. Se Allah e poshtran. Nisen që Allahu se donë, pasha Allahun ti djaliri, porosi për i hoxës, për i loqke zemrës, dije se atë punë që se donë Zoti, ajo punë së të bëndë ty të madhë. Ajo ka me të poshtru, ajo ka me ta ullë vlerën si njeri. A atë punë që e donë Allahu, nëse ti e bënë, pasha Allahun edhe njerës kanë me dashtë. Që veç një rast me përmendi më kujtu për koincidencë. Veç me përmendi. Ka qenë një alimi madhë. Një alimi madhë prej ulemave të mdhaj të Mekës. Ka qenë bajagi i shëmtum në ftyrë. Ftyrë nuk e ka pas bukur. Plus ka qenë me ngjyrë do më thonë i zi, fut që thojmë në kret. Ama, subhanallahu l-adhim, dashurin që e kanë pas njerëz për to, kur o ullë me mbajt ders, jam prezentu këtë njerëz me ndëgju. Kur ka nisë me lyp njerëz, jo mbo rendi, gatë me shku me pyt hoxhen. Ka arë një ditë për ditëve, Abdul Malik ibn Marwani me dy djemë, me Sulejmanin dhe Walidin. Khalifja, edhe ka him me rend, pa rend ka dosh me hi. Kërë ka bëllën, ku po shkon? Këthau ka thonë rend atje. E ka ullë kryt Khalifja, i pari shtetit islam, ka thonë këthau atje. Këthau hin rend. Të shku atje i ka thonë Khalifja, Abdul Malik ibn Marwani, Walidit dhe Sulejmanit, ka thonë, vallahi kur një teme, kush së më ka poshtru ma shumë se sot që më poshtojke. Ama djeni, ka thonë, djemë të mi, se mbretëria nuk të bënd të madhë. Këto që e ka bëtë madhe, ka bëtë dhja, ka pju një dhjes, ndjeke një dhjen. Elmi, apësh elmi që është, elmi të ngrit. Qysh mos më ngrit, se Allah ka thonë për njerës të dhjes, walledhina utul ilme darajat, ka thonë. Atyne që Zoti ju ka jep dhja, ata janë shkallë të larta. Qysh mos më konë shkallë të larta, njerës të dhjes, kur ata e bartin Kur'anin, e bartin sunnetin e pejgamberit s.a.s. Parat të djali i ri, nëse dënë më konë i madhë, nëse dënë me qenë me pesh njetën e kësaj bote, kapjo që ti libri. U kapen që të liber, pasha Zotë li babë ki bubo. Ku kësu kape, o ku dush kapo, sëfër, zero je. Allahu na bof për i dobrët ti të mire të sinqertë. Do të thotë, me ndemadhi do të ndëshkohet. Edhe ndëgjum hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. Tash vim tek një gjuna tjetër që e bën besimtarin mu dënu nesër ditën e kiametit, është poshtrimi i tradhtis. Ditën e kiametit, tradhtar që kanë tradhtu, kanë mu poshtru, e tradhtia dashurit e mi, du të me pas kujdes, se na në shkon men tradhtia te ajo, zotin arrujt me e madhe, jo, tradhtia është nivele. Gjdo gjë njeriu që ka në amanet, edhe se qënë vendin e duhur e ka tradhtu. Je krye familjar, se këshyr grun, si këshyr fmit, si edukon fmit, e ke tradhtu grun edhe fmin. Wallahi nesër, ditën e kiametit, ka me të kapë që kjo. E ke tradhtu. Tradhtia më e madhe, mos e harroni. Tradhtia më e madhe është ti me hecë siratul mustaqim e me i pa fëmit e tu, edhe grun tonde, tu hecë siratul jahim, e kanë marrë autostradën e xhehenimit dhe mos me ta ndi. Mos me të bësh syni vart. Mundohesh, se po. Ka sprovu Allahu njerëz më të dashur, ti ka sprovu. I ka sprovu pejgambert, Nuhi alayhis salam e ka sprovu me djalë me gru. Edhe gruja edhe djali kanë qenë besimtar. Ibrahimin alayhis salam e ka sprovu Allahu me babën e tij, putat i ka bën. Secili pejgamber që ka ardhur e ka pas kanë sprovën familjen e tij.
ama t'ja bojmë në hizmetin e pejgamberve, e nëse na dalin se të na rujt e vlad e familjet tona, na dalin ashtu në kundërtën e rrugës xhenetit, tani thon ko kem sprovu si që sprovu robt e ti të Zotit mirë. Ha, ma mos ja boj hizmetin, si unë shpesh e përmendi, baba qohet me fal namazin e sabahit vet, e vladi se qanë, po mëdhimet. Helen mu konë gjenem? Jo, vëllohi. Qëtash me thonë, me në thirë, njeni pineve që to, me në thirë për familjarëve tonë, me në thirë, qëtash me thonë, hajde se djali po të kallit, o kallë, qka e len me dersin e me kretë, o hoqë, e qëtash me bo me orë, e lo me dersin e me kretë, du të më shku. Apo, ama kur e len e vladin tonë me flejt, kod namazit, vëllohi ladhim jetu e lonë mu kallë. Unë po flasë për ata që e kanë obligim namazit, tash mos të mjërë dikush fjallë bardhëze, me shku mi marë, mi ka fëmit, ka 6-7 vjetë, 8 vjetë, me rusit, isa që shtu jonë, po vëllaj, po vjen kjo që po shprejnë ashtu se du të mi posë sharime. E merë fëmin 8 vjetë, 9 vjetë, 10 vjetë, e trajtonë si mi posë e 20 vjetë. Ka dole, mara që baba kung fu. Se rreth kër e konë 10 vjetë, s'kiti ta sa së shatet me ra. Unë e pa flasë për fëmit që jo në hinë moshë pubertetit. Kanë hinë moshë madhore. Ata du të me lo fëmin me fletë në masabojt. Haram është me lo me fletë në masabojt. Du të me qu, me qo babo, qo fale. Fale namazin. Zut me bo kabull, o dashurit e mi. Unë e po flasë për fëmijë, se ku me lonë gru. Qfar buri ke qeti? Qohet e len gru në krevet. E falë sabahin, këthet më sabahit, e len që aty altan. Allah i zbanë, u ta shku Allah hoqë, po unë e s'po falet, banë qmas me shti mu falë. Ta shku po qmas, mësja basin e hoqë, u konë e hoqë i shkupit këto, në pej, edhe pa të në vetë do vlazni, tha gruja s'po më falet, qa me bo, tha shlo, që shtojnë a i shkupi, shlo. Jo, nësë po thëmë me shlu grun. Jo, grun s'po me shlu. Se t'je këti pëtash, nuk jo krejt. Po, djali i ri s'ka, haram është. Djali i ri që s'ka gjithë nusë, halo, haram, pejtukës, din qil, e ka me marë grun që s'falet dhe s'është e mlume. Unë ka dhur filen hoxha. A, ne, shkoti mas filen hoxhës. Unë e Ernest Goga. Me qëto që ka komujt me marrë vesh qëto. Një djali i ri që i falet 5 kohë namaz, e halosu martu, zban me marrë një qik me martu që s'falet edhe që s'ka shami. Selam aleikum. Intehet il maudu. U kry, mu të shetit, o qysh dush, tu jërë t'i mu, ekstreme, qysh dush. Se mos hajtë s'tani për a vid, a i tha, hoqë, ani kur po vid do kubre. Se përshë se ku pas djetë me volë, pas kom qarë me volë. Tha hoqë, pa du me i po davet. Kuj me i po mërë davet, t'i lejë këto pralla, kur i kena hongër në këto akullore. Ka erë. Po të bënd davet e ty, se në hito që shtu me i po davet, e që kur pishat jenë sohojnë, mohojnë, tohojnë, loho. Se ja përmen në emnin. Ja, si bënd davet t'i kështu. Kjo lojë shejtanit lanetullahi alej. Wallahi alë e shejtani që përdo me të largu për siratul mustaqimit. Se nesër kur të bëhet qika, kur të bëhet djali, ti i thush, hajde djali babes me mësu elif lamimin, aja ban hajde me mësu tintina. Tani o hoqja, pa vallahi o hoqja, kur të fa hoqja që o haram, zashte me ndigu. A kur ja merë, a ka ma kënasi se me marë një muslimane që i frigot Allahut, që e ka gajle dinin ti del me punu, ama kur vjen të shpia, e shë grun tonde me vlat të e ushtru se kanë nesër me shkun me i tef pashallon që du me kalzu. Unë e kom po dhe je keni po një video që po qarkullam këta djemë të rizit ta që po kanë qef me bo romans pe që ta knatësia e shpirtit të kër është qenë grun të e përsërit Kur'anin me fmi po qashtu është auton ama kjo në realitet qashtu është një vla musliman po më tha hoqë tha në natë isha qash lodhshem, i dërmum. A i konë zonësin, vjen të në këtu në gjami me mësu. Tha, kër e më hinë shpe, e konë po grun të e përserit, tha, mësimin me ta, pasha Allahun, tha, këtë pasurin që e konë pas me parë, dikush me në thonë me ep, apo dënë me të ep, pasurin, këtë me ep, atë që ta, ja kësha thonë këtë pasurin me epi. Po pasurin, oj, dashër jam, me pas minë tënë, me Kur'an ndorë, pasurin është. A unë apet po du me bërë një thirje, për këtë ju e që që e këta në basë, për unë në me fëmit ja mësë Kur'an? Që ka këtu plot, ka vlazi dhe prezent që i kanë fëmit autan. Janë mësu hinë Kur'an. Valla, unë së pëmësër për, ka dole, unë e kom sabër me ta. Valla, i ka fëmit, pasha Allah, 5 vjetë kom bo me mësu Kur'anin. Me lezu, 5 vjetë.
Aba, alhamdulillah, lezan. Ka fëmi që, bilbil, mashallah. Në rekord dhe mëson. Ka fëmi këta, s'ka gale. Për uje ti, o loj dashun, ta mana e fëmi, nëse vjen prej 8 vjetëve, jam iste hoxha me ardhë, kur ti bën 15 me ebrin Allah të Kur'anën ka me lezu. E 15 është shumë në rëndësimi lezu Kur'anin. Se pi 15 dhe dejt 18, që aty është, ajo tha rruga për pak, me deviju. Instalejo një fëmijëve Kur'anin zemra, namazin zemra, ledheni për xhami. Wallahi billahi, hajde me fëmijë, mos të vjen keq. Merre fëmin, hajde me veti, le të mësohet. E mos hajde tani kur i bën fëmija i ka bo shumë vjet, vallahu çka u bo. Fadihatul ghadir, e zgjata që tu parahyre, po s'kam çare po i thon çto fjalë. Por me kuptu mirë. Poshtrimi i tradhtarit në ditën e Kiametit. Tradhtarët kanë më poshtruar. Dëgjoj këtë hadith të Abdullah ibn Umerit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha jama'a Allahu al-awwalin wal-akhirin yawm al-qiyamah yurfa'u لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان رواه مسلم. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Kiametit kur Allahu do t'i tuboj të parët e të fundit, njerit të parë deri të fundit. Çdo tradhtari do t'i ngritet një flamor dhe në të thuhet e shkrume, kjo është tradhtia e filanit, birit filanit. Para me ndonë nesën ditën e Kiametit. Bilem ka arnë haditha u përmend, që kanë transmetuar dhe i kanë komentuar këto hadithe, kanë thonë ulemat, sa më e madhe tradhtia, aq më i madh do të jetë flamuri. Allahu mos na bëf tradhtarëve. Thunë amin. E Allahu na i pastroft paqen xhamia tona tradhtar, ja Rabbi pastroj xhamit tona. Wallahi billahi po. Billahi tallahi. Se kur kem fol para do ditëve për punën e atij tradhtarit që ka bërë tradhti për ballë shtetit ton, kur kom thonë se bën besimtari atë punë. Njëri herë po më tha, po çush po thur? Po Allahi billahi thash se bën musliman. Çe? A e ndiu hadithin? A ka marrë tradhti me këtu folet tradhtia më e vogël që për ballë personit. Po aty që tradhtia kur bëhet, që po du me shpjegu, kada se o nguta, një dakik. Tradhtia me u bo personit, është e madhe të Allah subhanahu wa ta'ala. A dikur është edhe me e madhe. Mu bo tradhtia me shumic. Kur e tradhton këtë popullin, kjo është aty sa e madhe është kjo. Wallahi billahi shumë është e madhe të Allah subhanahu wa ta'ala. Për atë arsye, muslimani nuk i bën këtë punë. Pik. Nuk i bën muslimani këtë punë. Nuk janë punë muslimanit. Muslimani nuk tradhton. Allahu na ruaj. Pastaj pe gjunave që e bën mu denu besimtarin nesër ditën e Kiametit, gasbul ard, edhe kjo është musibet. Uzurpimi i tokës, jo do të zi bandita. Pasha Allah ka në peqëtu, ja kanë uzurpu njerëzve tokën. Ja uzurpon. Edin, këtë peja edin që tokë është e filonit. Këtë peja edin. Ka ardhe i ka bujci, a i gjonveji, ka ardhe ka e uzurpu ato. Ama për uzurpust, që ka thot pejgamberi s.a.s. Men akhadha min al-ardi shay'an bighayri haqqihi khusifa bihi yawm al-qiyama ila 7 aradin. Thot ai që e zapton pa drejtësisht, qoftë edhe një pjesë të vogël të një toke, ditën e Kiametit do të fundoset son 7 tilla. Kush don me marr, ajo kjo hipotezën e Kanadet. Tash kjo uzurpimi nuk është vetëm mja marr dikuj, uzurpimi edhe shtetit të mja marr. Po. Jo ndaj që ditëshin, dhe ki po dëlazit pes, që ditësh du shabal ja Rabbi, hiq pa u kon, hiq zdush po kon ti, a i thojnë ajutant, a i që e motat farmet, po mdo këtë ajutant i thojnë, nëse s'ka voj. Gjodet, po edhe ajutant i thojnë, në gjuhën popullore e përmend ajutant, gjodet kjo është
e asfaltume. Nëse s'ka bëja gjytan ti thojnë ati gjodetit që përdojt osa. Zdush më konë ti, më konë do më thonë njeri ekspert i kësaj me o pikatostrës të pejes. Jo, i shpesh pak me të krybe pos. Si t'jen një lagja i bo, 20 kështu, një kështu, një ashtu, një kështu. Ama një rabbi, qysh kështu? E ka zidin, u zidin. Pasha Allahun, dhëtë mjë frigu, Wallahi tash do shtaj ka bo babët. Laja gjynohin babës. Laja gjynohin babës. Shkon katastër atje shpejt, a votan. Edhe thuj ati në komun, a bën me ma jep tokën e babës që e kon. Po du mja qitë pikat. Heqko, valla e dollë, shqin e mrenda. Masë nësha babët në varë të denu për që të punë. Allah që shtu du të mi më shërru, që kjo është robi i mirë, edhe që kjo është gjall i mirë që e kalon baba, e vladin e mirë në basë. Sa mundet më konë, njerëz mashtrohen, epshi, teket, i mashtrojnë. Allahun arrujt ja Rabbel Alamin. Edhe në fund për fund, pe përmbylli me këta, dhul vajhejni, dyftyrshat, me dyftyra, jo do. Kush jo këta qëre, që a thot pejgamberi s.a.s. hadithi transmetohet në Bukhari dhe Muslim, hadithi e Abu Hurajrës thotë tajiduna sharra an-nasi yawm al-qiyama dhal wajhayni alladhi yati haulai bi wajh wa haulai bi wajh. Thot pejgamberi s.a.s. keni me gjetë njerëz më të sherrit në ditën e Kiametit. Njerëz më të sherrit ditën e Kiametit jon ata që i vinë, thot diku i vjen me një fytyrë, tjetrit me një fytyrë. Jo ndo gjenozën të rajnë. Para ftyres të kesh. Hoqë, vlaj, dasho, vëre të du mbas shpindes. Me sy, me gishta, së s'pojnë me bo gjeste, po më jenë rëndë se jo kamera da vëdhën. S'pam si vjen bara vëdhën, edhe e shë, vëllaj, billaj e shë, pasha Allahun, ju betona në Allahun subhanu wa ta'ala. E shë, edhe si vjen bara vëdhën. Ta nevohat pa të kesh, po në du, po ma besës. Unë pse kom moral, edhe me duku në frymen që Zoti ka kërrupe me, ma më shkujto, ta shis të thamon e ty, s'pa të qa. Po ti s'ki nevoj asë përmën, ti eduko në formën që shë Allah e ka lyp. A ti sa në mbytën, o të dashurën, a ti sa në të në mbytë që ta njerëz me ka dy maska. Nasa ka tun krejt. Nasa ka tun krejt. Mbaje qatë ftyrë që Zoti ta ka folë. Qatë ftyrë që e ki. Që kështu është muslimani. Nëse jetu ka bu përmiso mëre, dyrët e përmisimit jonë mu përmisu. Parat dashurit e mi, pejgamberi s.a.s. që shtash, tha njeri me i kesh në ditën e gjykimit, është dyftërshi i cili disave i paraqitet me një ftyrë, e kurse të tjerëve me ftyrën tjere. Që ka u përmend tash? Thot, wa warada fi ba'dil ahadith, anna hadha as-sinf min an-nas yakunu lahu lisan min nar yawm al-qiyamah. La ilaha illa Allah. Thot, o transmetuar në disa hadithe se kjo kategori e njerëzve, domethënë me dyftyra që janë, dyftyrshat kanë me pas në ditën e Kiametit një gjuhë prej zjarrit. La ilaha illa Allah. Gjuhë prej zjarrit. Është përmend hadithi i Ammar ibn Yasirit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, men kana lahu wajhani fi dunya kana lahu lisanun min an-nar yawm al-qiyamah. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush ka dyftyra, është dyftërsh, do të në dynja ka me pas në akhiret gjuhën për zjarmi xhehenemit. Allahu në rrit për zjarmi xhehenemit, neve prindërit tonë dhe gjithë muslimanët. Atu kja kem qellu për mirësive të Zotit, ku kem gabu për me dhe shejtanit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërbleft e ju nderoft, e inshallah ta'ala takohemi javën tjetër me jetë shkrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Selam aleikum.